Rikthehet në universitetin që dha mësim dhe kishte për zemër, por jo më si pedagoge, por si ministre mbrojtjes. Zonja Mimi Kodheli zhvilloi një bashkëbisedim me studentët e Universitetit Luarasi, nga ku ju përgjigj interesit të studentëve. Ministra foli për buxhetin e ministrisë për vitin 2015, nga ku deklaroi se buxheti megjithëse është më i vogël se një vit më parë, ajo do ditë të jetë optimiste dhe praktike në realizimin e objektivave dhe shpenzimeve sa më eficiente të parave të qytetarëve. Atëherë megjithë që unë sot e kam buxhetin 0,83%, 84% të GDP-s, brenda kësaj shume do të trefishojmë shpenzimet në misione. Ministra deklaroi para studentëve se megjithëse buxhetin e ka më të limituar, me përdorimin e mirë të fondeve dytësore dhe të ardhurave nga grantet, do të plotësojë atë mangësi, duke automatizuar, modernizuar dhe rritur vëmendjen e trupave dhe pajisjeve të forcave të armatosura. Gjysmën e mungesës që na vjen nga buxheti do ta mbyllim me këto të ardhura. Automatizimin në njërin anë, modernizimin në anën tjetër, do ta uli peshën, të paktën do të fillojmë të tentojmë ta uli peshën specifike që zëri paga dhe sigurime shoqërore në raport me të tërë. Do të investojmë në armatim, shumë i rëndësishëm. Ju duket kollaj, jo, nuk është kollaj. Dhe municione, do të investojmë dhe në trajtimin e munguar të forcave tona të armatosura. Me paga që janë të një niveli jo të kënaqshëm, me strehim. Në fund, ministra ftoi studentët e Luarasit që me dijet e marra në këtë universitet t'i bashkojnë forcave të armatosura për të ndier krenar. Është i mirëpritur çdo kush prej jush që mbaron universitetin të provojë të vi pjesë e forcave të armatosura.